sot ndodhem në njësinë administrative të Rajcës, pikërisht në fshatin Sutaj. Po ta shikosh me vëmendje, është një fshat i mrekullueshëm me banor të shkëlqyer, që punojnë, e duan punën dhe ç'është më e rëndësishmja e duan vendin e tyre. Rruga që është e shtruar me asfalt i ka dhënë gjallëri këtij vendi, por banorët vuajnë për ujë vaditës, për ujë të pishëm, për energjinë elektrike të pastabilizuar dhe nuk kanë mundësi dhe hapësira punësimi. Prandaj kanë marrë çantat dhe janë larguar për në vende të ndryshme të Europës. Këto bukuri prallore që ka kjo zonë duhen shfrytzuar, por shfrytëzimi vjen për duke u bazuar në një plan tërësor zhvillimor që t'i japi jetë agroturizmit dhe turizmit malor. Vetë zona e Rajcës ka nxjerrë mjaft njerëz të arsimuar të fushave të ndryshme, të cilët e kthejnë kokën pas. Por politikat e pushtetit vendor dhe pushtetit qendror nuk i favorizojnë ata për të punuar për këtë tredh. Absolutisht, unë bashkë me stafin tim, që sot kandidoj për deputet, kemi hartuar një plan të mirëfillt për zhvillimin e gjithë rrethit Librazhdit dhe në veçanti të Rajcës. Pra, tani jemi në Sutaj, shkojmë në Skënderbej, në Bardhaj dhe lidhemi me parkun e Shebenikut, duke i dhënë fuqi zonës për të prodhuar, pra për t'i dhënë hapësirë bujqësisë, për t'i dhënë hapësirë bletarisë, për t'i dhënë hapësirë blegtorisë, për t'i dhënë hapësirë vreshtarisë, për t'i dhënë hapësira të mundshme bimëve medicinale, unë jam i bindur që do rigjallërohet kjo tredh. Ne do të kemi në fokus kryesor ujin vaditës, ujin e pishëm, ne do të kemi gjithçka që është e mundur për këtë tredh, që ata banor që janë larguar për në vendet të tjera, që kanë akumuluar dhe grumbulluar para, të vinë të investojnë dhe mos ta lënë vendin në këtë gjendje që është sot. Se po ta shikosh me vëmendje, këto bukuri prallore, ja ku janë mbetjet. Dhe turistët vendas të huaj, por edhe ata që janë prej këtush dhe rikthehen, kur shikojnë të gjendje, nuk ju bëhet për të qëndruar këtu. Prandaj, ne duhet bëjmë gjithçka duke krijuar hapësira, duke krijuar mundësira që njerëzit ta ndjejnë veten ashtu si dëshirojnë të jenë brenda dhomës, brenda shtëpisë së tyre. Pra të pastër dhe të lirë për të bërë atë që duhet. Dhe unë këto, bashkë me stafin tim, i garantojnë se mas datës 12 maj, që do zoti me votën e këtyre banorëve, unë do të jem në parlament, do ta bëj foltoren e parlamentit, zjarr në konceptin e fjalës, që të bëhet gjithçka e mundur që ky popull dëshiron dhe ka nevojë. Pra do të gjindem për halle individuale, për komunitetin tërësi, por dhe do t'i japim jetë asaj që i mungon zonës. Zoti ju bekoft banor të Rajcës, në veçanti fshatit Sutaj ku unë sot jam.